Ose ne popina, daki me opina. Viva Las Vegas! Ose ne popina, daki me opina. Po më erdi famë se në rini nuk u kisha inat, nuk u dilja kështu në për... Televizorës? Jo. Po shikonja Ishte mundësi atëre? Jo. Që të tresni për televizorë? Unë do vinja në asambër të shtetit, po nuk u vajta në asambër të ushtërisë, ku në thirën. Se ashtu i kisha mendjen. Je penduar tani? Jo, s'jam penduar. Unë prap, tash po bëj qef më shumë se në rini. Qefi bëhet më shumë pleqëri, domethënë. Pleqëri bëhet qefi më shumë, e të shijon çdo gjë më shumë. Po pse? Apo atëre mendojnë që e ke? Është koha. Atëre di se e i ri e i ben. Kurse tash që e qikë duhet të rinohesh. Tani duhet të rinohesh me zor? Jo me zor, jo. Me shëndeti që ke, me të dhenat që ke, me prioriteti që ke, me ato merë gjallëri. Po si të njojnë qitë në Korçë, si të trese? Mua këtu në Korçë, unë kam 3 embra. Embri i vërtetë është Theofan. Theofan? Theofan. Më thonë Fani, ta qiri këten nga Radaneci dhe më thonë Irfan. Ma ka druar embrin, ma ka bërë musliman. Musliman? Andaj. Kurse këtu të njojnë më shumë si Fania të pazari, që këndo të pazari vjetër. Fani më njojnë të tërë, po këte kësu më thresin. Se më thonë mua, që këtu në gjysma, edhe andej, je Irfan. Që këtej, edhe këtej, je Theofan edhe Fan. Ato të syçka ti bashkëvan mi mua, se do t'i dua. E kujton rinin tënde, domethënë si ka qenë lidhja me muzikën, domethënë aspektin që kur e ke nisur për të parë? Unë muzikët e kam nisur që dhe 63-shin. Domethënë, ke vajt në shkollë muzike, a ke ndikur ansamblet, apo nga familja? Vetëm nga... Nga familja ke të shkuar, apo? Nga familja. Kisha një motrën e mamas. Po? Ajo që mësuse, ajo që balerinë, edhe unë që në atë kohë ka mësuar. Ti këndoje vajzave? Le vajzave, po dhe të losja, tango, me valc, rumba. Unë jam... Pra ndaj i kërcen? Po, nuk u din këto cupat të lozi valc. Së të karen asnjëra tëra këto që kanë ardhur që shikoj? Një, dy. Së të ka pëlqyer asnjëra? Jo. Si s'dua unë, jo. Unë e lejnë me së dancit. Unë rujtë e I kap tjetrën ti, Edhe, kush të vijë. Ke vajtë në moshën 75 vjeçare. I lasë 75. Po karierë sa le, me muzikë sa vite ke? Po muzikë po të temë që 63. Unë jam 29. Kam që 14 vjetë atere. 14 vjetë. Edhe këndonim me shoqëri. Mi po në atë kohë... Edhe nuk të linin? Jo, muzikantë i qenë këta. Dora, tjetër. Po. Jepjit. Kurse ne... Ata lindin me zë, ata lindin me talent. Kurse ne këshim për turp, t'i binim. Unë atë malkoj veten, që nuk mësova kitar që në atë kohë. Se unë po të kisha mësuar kitar... E ke mësuar tani, vitet e vonshme? Jo, nuk i bje. Unë do isha mjeshtër. Do isha mjeshtër sot. Dhe me dhe kjo është një nga pengjet që ke? Këte e kam pengë shumë sa... Kjo më godet më shumë, për çdo gjë. E ke menduar ta vënisësh tani ta mësosh, apo së shko? Jo, e marri bje kështu po... Vetëm me notës. Re minor, do manor, drang, sa për të shoqëruar, pa shu jo. Po mi, po kur bën krahasimin për shembull si ka qenë rinia juaj dikur dhe rinia sot në Korçë. Se është mbajtur si qyteti serenatave, kitarave. Në atë kohë rinia ka qenë shumë e zhvilluar, mi po që nga shteti nuk të linin. Të ka kap deri policia? Nuk të linu. Po të vini gjobë nga 500 leka. Po atëre 500 leka ka qenë gjithë muaj, thaj? 500 leka, ne 500 leka shkonim një javës. Kështu që atëre.
Ta si e lishë, bën, së duar, së do qefi. Po pse ka qenë për shkak të teksteve që kishin këngët, apo që këndoheshin këngë dashuria? Jo, që ishte regjimi. Ishte regjimi ti. Ishte regjimi që se linde. Nuk të lini të këndonje. E mendon ku mund të ishte sot nëse do ishte regjimi ndryshe atëherë? Rezikto isha në Amerikë. Si të shtuar, dikush po ecën një I dashuruar, dhe fare vetëm dashuri që humbi, po ke kërkuar si erdi fundi, diku dhe ka. Ke pas do një rast që s'do ta kujtosh, do më thënë që ka ndodhur të kalojnë gjurmë, po të këqija? Jo, të këqia s'kemi patu shumë. Të mira, se unë edhe shoqëri që kam patur, I kam patur shumë të mirë. Po tani vjesh në siklet për shumë nga publiku ose nga njerëzit që të ndjekin ndonjëherë, që mund të kesh raste që s'do të ndodhin? Razi, jam me I avancuar. Unë I afroj njerëzit. Po? Edhe ata pasaj bin pas meje. E vërtet. Po teknikën e pirjes së rakis në opingë e ke trashëguar, të ka mësuar kush, apo thjesht e ke menduar që ashtu afrohet publiku më Atë me shumë? opingë, Ë? rakin me opingë. Rakin me opingë ka pirë që në 65-ën. Që isha gjaleri, 16 vjetë Po. gjallë. Edhe ishim në një dasmë, të dasmë si që bejnë. Edhe më thaj, Fani tha, opingë tha. Në vend, sa të re kishte opinga. Po. Pasaj u zhdukën. Një të marrë opingët, gjysë më kile raki. Ama, Erdhe në qef, më duket atëherë. Ka ndodhur ndonjëherë incidente kështu që të biesh apo? jo, s'kam rënë asnjëherë. Asnjëherë. Po rakia ose Edhe I pija? pirë që kam qenë, Ë? Sa ndikon pija, do më thënë tek një këngëtar që duhet? pia të si në qef në humor. Po jo, ta si pije me... Ta të prosh. Ta të prosh. Ti jesh, do të gazmor, që të si në qef. Ndikon shumë te ti? Ke rastisur do më thënë që Unë mos të rakin pijesh edhe? e kam pirë të rjetën. Edhe nuk e kam, për shembull për... Unë pi, kaq, stop. Nuk krijon vartësi. Jo. Se të Pi për qef. Unë dua që të kënaq në ratë të parë shoqërinë, pasaj veten time. Kush është kënga që ke më shumë qef, që të pëlqen gjithmonë që këndon? Apo ka shumë? Që kënga time është me mall kujtoj rininë, kur djali I riu nisha. Ti e kujton me mallë? Me fund pinja rakine, se halle brega s'kisha. Sa shpejt kaloj rinia, s'më tha s'lam të mirë. Ardi pleqeria, jetën për të nëngjirë. Ato duara ishte volta, mo të luani në gitar. Kur I këndu zote mia, le tu dorë si në faj, si në faj, si në faj. Me ma do ka kujtoj, atë natjo se aroj, ju nova më theve fri, ditën tjetër mos më fri. Të merr mallet për rinin? Të merr, do të thënë, mendon që iku shpejt? Unë kur los. Ë? Kur los. Apo ti ndjesh gjithmonë I ri? Jo, kur los, kur jam bazë si puna tende, mua do të mund të vetë edhe në 100 vjetë. Te djem t'jo, Me Po, pe vajza mirë. Me rinon prania e të rinjve. e të rinë. Kjo është. Tani vajtë 75, them. I lasë Mi le 75. Ke dalë në pension? Po pension që në 65 vjetë. Po. A mjafton pensioni për pensionistës Shqipëri, do më thënë, në aspektin që ty, Unë jam... punën që e bën me sa për këngë, e bën sepse të duhet apo për qef? Jo, unë pension e kam shumë të mirë. E kam 300.000 lekë. Mashallah. Kam punuar në punë shteti, Po. ashin në kohën e demokracisë. Se unë, kur isha I ri, në vitin 70, gjenë
kohën e rëmujës, punova në uzinë. Nuk është se ndikon kjo pjesa që ti duhet të ndjekësh patjetër muzikën edhe për një të ardhur shtesë. Unë të thash, muzikën e kam për të shtuar jetën. Të Po shoj e orët e gjatësinë. vona si ja bën. Do të thënë se ta themi që ka në moshën tënde, tjerë që ka probleme orët e vona. Nuk e kam probleme atë. Nuk e ke problem kur kalon ora vonë? Më 2 të vete në shtëpi, në ora 6 jam i zgjuar. E ke bërë regjim tëndin? Kishe vajzën, çfarë këshilla i jep? Ja ke mësuar domethënë edhe këngën? Vajzën e kam të shkëlqyer. Lot këndon. I di këngët e vjetra Korçare? E kam me mua këndon. E ke marrë ndonjëherë në këto performanca që bën? Po, në fakt dhe... Ajo e pi rakin më ping? Jo, deri këtu jo. Verë, pi. Verë? Verë. E që ka më moderne. Verë, pi, po rakin jo. Është e vështirë edhe të këndosh edhe të kërcesh edhe ti bësh gjitha bashk? Se... Fare, se ndjen atë moment. Unë edhe këndoj, edhe los. Kjo është kënaqësia time. Kur mendojnë që domethënë do stoposh se e bëri këtë gjën? Tash u për të stopuar Kur të Zoti? Jeta ose Zoti, kur mos ke fuqi, atëherë mundet. Po tash sa shqyr kështu i moshuar jam, po zemrën e kam më të mirë se një të reje. Edhe një vajzë, 20 vjeçare të vi me mua të lozë, si shlosu, Ti ja kaloj më nuk e ben. Mos ndoshta është kjo që të rinjt nuk kërse janë më aq dashamirës ndaj muzikës. Si në atë moshë. Si dikur jo. Jo, që kam qenë unë. Se ka humbur edhe tradita që vinin. Ishte rinia gjallë. Tashi nuk. Tashi kanë pindojnë cigare, të rinjt pindojnë gotë, ndonjë whisky, ndonjë shashkë, ndonjë muzikë. Edhe tradita domethënë që vinin këndonin në dritare ka humbur komplet Korçë. Nuk, s'ka. Tash s'këndon njeri në dritare. E ka dashnorkë. E merë, hajde këtu të bërë të lali. Se s'me fatika, që dhe u të fluturoj, atë te Italia, do vete ti këndoja saj, atë te Italia, do vete ti këndoj. Tekstet, kur i krahason për shembull dikurë tani, i ndjek këngëtarët e rinj? Dgjoj, nuk, këta të rinj të bëjmë shumë, jo më shumë, po këto këngët karakteristike koçare, këta i basardojnë. Po, e vërtet, se ka filluar domethënë që po gjoja po i rinovojnë, por... Unë kam ta vëzit prifti, i kam iq. Mi po këta kur t'i gjojnë në këngë kështu që në vëtë ta këndosh kështu e këndon talaba. Po. Si që i thonë. Po, ka hyrë shumë si rrym. Ikit. Mbyllet, s'ka. Je kundër kësaj? Je kundër fenomenit që i rimarin këngët dhe i përdorin? Se ndoshta bëne më të famshme këngët. Unë i dua këngët origjinale, si që. Mendoj që do vi një ditë që do harohen fare si këngë? S'do i di më kush. Edhe mund të harojnë. Po unë mund të kem. S'do të vi më keq atë. As i shikoj, as i digjoj, as një. Po është gjuna të humbë Serenata Korçare. Serenata Korçare është kënduar në dhemke për çdo gjë, dash për dashurinë, dash për idhërimin, për nga të gjitha. Ka një histori të fshehur që është e vërtetë brenda tyre. E vërtetë është. Ai që ka bërë, që ka bërë këngën, ja ka krijuar të dashurës. Ose ja ka krijuar shoqërisë. S'ka. Ke krijuar vetë këngë? Ose ke bërë për ndonjëherë vetë këngë? Jo, i kam timuar. Po për vete s'kam bërë këngë. Kisha një shok, ka dekuraj, Koço Qiramixhi. Ai që talenti i veçantë. Si kujton festat apo këto vitin e ri, krishtlindjet, familjen tënde? Ke qenë i pari i familjes? Apo s'ke qenë asnjëherë në familje, se ke qenë duke kënduar jashtë? Unë kam 10 ditë që s'kam bërë vit të ri në familje. Vjen familja pas teje? Po, ku do vinë? Unë kam punuar për këto lokalet. E di sistemin e vetë. A dhe bëjmë një lotkë. Një lotkë? Që të qaj syri kur këndon.
Se i keni me dhimbje këngët më shumë prandaj? Po ka me dhimbje plot. Ka di që i përkuqtohen shumë dashurisë. Si të shtua, dikush po ecë, mja I dashurua, e fare vetëm dashuri që humbi, duke kërkuar si e mi fundi, I kudela. Mirë, se Korça ka qenë gati vetëm qytet që ka kënduar për dashurinë. Korça Emigracionin dhe dashurinë. Dashurinë e ka patur të parën, primare. A ka pas domethënë dënime që jepesin vetëm për tekstet në atë kohë? Sepse atëherë s'para lejohej që të kishte këngë dashurie. Dgjoj, në atë kohë për te nuk Nuk të ngasmoni. Jo. Kur bënje do I këngë për udhëheqësat që jo, atëherë po të këndonje për udhëheqësat të linin. S'të theshin gjë. Edhe në bulevard të këndonje. Theshin gjë. Të këndonje atë e vero qaj tu një tjeta, cak të male. E të vinin të luqin. Kurse për dashurisë se linin të këndonje. Ju kanë dënuar dhe njërë apo jo? Kështu na ka dënuar me gjoba me 50 leka. Na ka shpenca në polici. Ke provuar dhe policit? Po. Po si shpëtorin nga policia, apo? Në polici na mbajtën një natë. Iknin tjetër. Edhe ikën. Kaq. Kjo është Çfarë do të bëjnë të rinjt ose brezi I ri që të ketë energji që ka e ti? Ja. Tu shtigen, tu shtigen. Mi pa unë, si mosë nuk e për të lozur loj. Po se kuptoj, thue. Moj, los edhe, los më mirë se ata që lozin. Mi pa nuk e kam qef. Nuk e ndje jashtë. Jo. Atë dhimbje që ndej për këngën e dashurisë së Renat Korçare, nuk e ndjej për këtë. Do të vi pas teje, do të vi. Disi të që I Korçës, Paris I vogël. I thonë akoma. Yes. Se Korça këndonte, kush këndonte, Shkodra, apo Tirana. Ku ka si Tirana? Shemë të fosemi. Se Renata të Korçë janë ata që në pleqë, mos e thyër, edhe këndonin. Po ku këndonin? Blideshin në një lulishte, edhe këndonin. Qefi tim është me mira që vinë të rinj edhe të reja. Klaqesh kur shikon të rinj. Moj, po të mbushe dhe syri. Kur I shikon ato, kur I shikon ato, thua prapë. E po, edhe ty të kënaqesh. Se kur këndo ti kënaqesh si, edhe unë kënaqesh më shumë se ty. E vërtet është kjo. Shumë faleminderit. Bravo!